Ndryshe, në Top Albania Radio. Jo s'ka këngë, jemi live. Tha se ka këngë, se ka këngë. Jemi live. Jemi live në Ndryshe në Top Albania Radio dhe siç e thash pak më parë. Jo vetëm, po dhe në kanalin 10 në digital. Po collection na kujton gjithë. Tani është bërë Top Albania TV. Ua, ku kisha një gjë. Kisha një gjë, kam dhurat për Rovenën. Për lule. Faleminderit shumë. Zonja Lule. Ka qenë mëngjesje mandor. Kjo është për ty, është kështu. Kjo është ajo është kështu. Një trëndafil të kuq. Ndërkohë e kuptua që në studion tonë ka ardhur regjizore Rovena Lule, mi mbrëm se erdhe Rov. Faleminderit, mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi të kem në studio, një nga personazhet që gjithmonë e kam dashur, e kam fulqy. Takohemi mes aktorëve, mes ato të vendet që rini ju që janë kaq të bukura edhe kaq të këndshme, ato biseda deri në orët e para të mëngjesit. Nga bodrum. Unë kam qelluar gjithmonë në biseda shumë të këndshme dhe jam kënaq. Po dhe unë sigurisht, po e kam e bëra për. Dhe mezi e kam marrë me rrugën për shtëpi. I pasi kapur nga fillimi si duhet. E ke kapur në fundit ti duket. Ose sa në Rovena nuk ka qenë asnjëherë tek ne dhe teksa vendosnim dje për të ftuarit sot. Shumë kënaqësi të kemi në studio. Morëm të iniciativë sepse edhe shfaqja që ti sapo ke vënë, edhe është tani në teatrin kombëtar Turbina. Kështu që do bëjmë intervistë që në përgjithësi nuk i ke intervista të tilla në media shqiptare. Nuk i bëjmë kështu ne, i bëjmë ndryshe. Ta filloj pak unë pra, aktoria, regjizoria, pedagogja e mjeshtrisë, Zysha. Aktrimit, po, Zysha, që rrugën në fakt të artit nuk e ka nisur nga asnjëra nga këto që unë përmenda, por nga flauti. Nga flauti. Rrugtimi gjatë ai flautit. Sa 12 vjet? 12 vjet, ë? 12 vjet plot. Pra edhe shkollën edhe fakultetin mbaruar për flaut. Edhe dua pak shkurt të kalimin nga flauti në regji. Po në fakt e kishte thënë në intervistë, them unë. E kishte thënë? Çka kam thënë? Çka kam thënë se mos gënjej? Që i thash burrit sepse ka qenë martuar atë. Që aty ki për regji, po ti mbaro këtë që kemi. Tha i shkreti, ke 12 vjet, tha që investon, tha ti mbarohet tha një herë, tha pastaj kismet. Kam përshtypjen që do me manipulu që mos shkoja në regji dhe ta mbyllja aty. Çfarë kishte dëgjuar ai për regjin që tha kështu? Si ka qef shumë artistët, Geria? Jo, i ka qef, absolutisht po. Po tha, unë u martova me flautistët, ajo me një aktore, tani ç'është muhabet, domethënë se ndrojnë shumë gjërat. Nga orkestra tek teatri apo te filmi. Geri ka një talent të tillë për art, për apo s'ka lidhje fare me botën tuaj. Jo, Geri s'ka lidhje fare. Është i talentuar, ka një vesh absolut dhe kërcen shumë bukur. Geri ka talent për biznes. Por talent. Ndërkohë mos e mbrapa dhe Florin, sepse Florin sapo ka fituar çmimin aktori më i mirë, jo protagonist, apo aktori i dytë, po. Aktori i dytë, protagonist, më saktë, aktori i dytë në festivalin Mojsiu në Prishtinë. Në Prishtinë pas atë momenti se dhe Flori e kishte publikuar në rrjetet sociale dhe po se nuk ishte prezant. U emocionova. Se nuk ishte prezant. E mori çmimin nga këtu, domethënë, nuk ishte në Kosovë. Po pse shkove ti? Po ishim në prova. Vajti Bezbitraku e mori çmimin tënd? Po, edhe masolli të thyer kujtë. Se po e mbaja çik kështu bre, më tha nga koka, që ka për Mojsiu nga koka, jo nga bishti. Vërtet? Edhe varet Mojsiu tani kështu në radhë. Koka Mojsiu o bishti Mojsiu? Koka. Aty është problem. Deti i thellë blu që ne her pas here do t'i shoqërojmë, kanë pëlqyer shumë dhe publikimet që ju keni bërë në faqen e teatrit kombëtar në rrjetet sociale do ndihmojnë tani çunat për t'i pasqyruar se gjithë secili ka treguar rolin, personazhin edhe çfarë interpreton në Deti i thellë. Po, dhe Flori është pjesë e shfaqjes apo jo? Po, jam kam një rol. Ja, e nisim pak me Rovenën? Po kush zëri apo? Në hatlla, i themin. S'ka si çuna mirë. Ne do fillojmë me pyetjet, le të jetë ajo pas zë, që ka dalë Rovi aty, ka thënë për dëgjoj ky ti ke qenë një nga ato që ke punuar për promocionin e teatrit kombëtar. Tash ti nuk je më. Para ca kohësh, jo, nuk jam më. Tash je aktor. Tash po, me letra jam aktor me kontratë përkohshme dhe më lejo të falenderoj shumë Indrit Çobanin, drejtorin e teatrit, i cili më dha falenderoj drejtorit se nuk se leta tash po më dëgjoj drejtorat. Nuk na pëlqen falënderimi e drejtorave. Po dëgjoj more një sekond. Me bëja një punë me shumë pasion dhe më pëlqen shumë videografia, por mendoj që kishte ardhur momenti që të shkëputesh nga ajo dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e teatrit. Po dhe mund vjen shumë mirë me thënë drejtën se u bë kaq kohë, kaq vite që kontribon gjitha format, por tani vazhdojmë me Rovenën. Rov, kemi bërë ca pyetje sepse unë zakonisht nuk vi pa përgatitur.
Sidomos me libër vjesh. Ne jemi komplet pa përgatitur se ju bëni pyetjet. Jo, vetëm se kemi disa pyetje, po mundohem të jemi sa më konciz, sepse do t'i bëjmë gjitha. Qëndrim sa më gjatë. Je bër pishman ti Roven që ke lënë flautin për regjin? Edhe jo edhe po. Edhe po, varet nga rrethana, për shkak kur më lodhin shumë aktorët, them, o zot, po çfarë desha unë do isha mrekullisht aty te gropa orkestrës, rehat fare, luaj ato veprat e mia. Ose zysh flauti, për shembull, Jo, zysh flauti, jo. Jo. Po mi të los. E ka bërë aq mirë profesor Xhavali Shestani atë se unë nuk di. Nuk di, mirë. Nuk di ta bëj ashtu. Po me vërtet, domethënë, çfarë do kishe bërë me flautin, përveç se do ishe në orkestër të VSH-s, po themi, RTS-s. Po pikërisht prandaj hoqa dorë nga flauti se nuk po arrija të shprehesha. Jo, mund ta themesh bide nuk shkon flauti fare. Ai shkon regjia sa. Ja kot se mora flautin me vete, sot të kisha luajtur një gjë. Se më lutë? Kemi një fyll apo s'ka një? Rob, do të pyes ti si as regjisor e re, po as e vjetër nuk je, domethënë. Po je futesh ke të reja në kuptimin ke te mesatarët. Ke mesatarët. Mos e besme. Jo, mendoj që për shembull, mbase edhe Flori mund ta ndihmojë me një përgjigje që ata të vjetrit nuk zvendësohen dot, domethënë ikonat ngelin, këta të rinj nuk janë në nivel. Ndërkohë ti regjisore, Flori është aktor. Është kjo ideja që vazhdojnë të jetë që këto të rinj regjisor apo aktor nuk janë aq talentuar sa ata të para 90-s. Jo, unë nuk mendoj, absolutisht nuk e mendoj këtë. Jemi të ndryshëm patjetër, sepse kohët kanë kaluar, kanë ndryshuar. Çdo marrëdhënie, çdo përshtatje, çdo vënie, çdo vepër që vihet në skenë është patjetër me një perceptim dhe një konceptim tjetër. Unë mendoj që kemi aktorë të shkëlqyer me potenciale shumë të mëdha dhe kemi regjisorë shumë të mirë. Po. Tani. Edhe ti Flok shumë mendon? Unë mendoj pak për aktorët, me thënë që tani nuk ka 100 xhep. Jo, nuk ka një Robert Drenik, nuk ka aq mundësi sa të shpërfaqen për të bërë një çip në xhepi i dytë. Pra, nëse referohemi kinemas shqiptare të para 90-s, 14 filma në vit, ti mëson syrin, mësohesh me mënyrën si luan aktori, jepet mundësia për të shpërfaqur në shumë karaktere. Gjithë vitin aty. Kohët e sotme kush po luan më në kinema. Domethënë, kjo vlen edhe për teatrin. Të filmat legjero që bëhen tash. Pa diskutim që kemi ikonat kinemas të teatrit, super vlerësim i kemi, por neve nuk po na jepet mundësia për të bërë të tillë. Unë do t'ju lë bisedën për gjysmë se ka publicitet. Jo, Ja të kemi sërish bashkë dhe është momenti për të falenderuar shtëpinë farmaceutike Flor Pharma, e cila i është bashkangjitur këtij emisioni dhe këtij rrugtimi të ndryshe që prej fillimit është për ju me të gjitha produktet më të nevojshme, më të duhura, sidomos në një sezon si ky që po afrojnë griprat, virozat e largqoft mos paçim, por Flor Pharma ju ofron vitaminat më të mira në treg, fast and up, nga për fëmijë deri për të rritur, gjithashtu edhe ibuprofenin e parë në formë stick pack që mban emrin Damadol dhe që është edhe për fëmijë 200 mg, 400 apo 600 me recetën e mjekut. Gjithashtu edhe larësit Melagyn larës dhe Melagyn gel për zonat intime të vajzave, të cilat kanë sjell review shumë të mira në shtëpinë farmaceutike Flor Pharma. Faleminderit. Po që je interesante kur bën reklamat. Po më shumë. Se nga që nuk i lexoj, di për më thon po sa shpejt i mëson. Po ke një kështu dhunti për memorie që. Ndërkohë ne kthehemi tek ftuarit tan, sepse Rovena Lule dhe Flora Galliu do na kthin ca përgjigje interesante, sepse edhe pyetjet janë shumë interesante. Ja ku e kishim lënë? E lam tek Rov, filmi i fundit që ke bërë ti si aktore? Këtu vallëzohet me hijet. Pse sa pas kam paur këtë filmin? Ku di unë? Kemi qenë kinema. Për festivale. Jo, ka qenë film po. Po, edhe madje çmimin e fundit e ka marr Plutoni pardje në Berlin. Vërtet? Për regjin më të mirë, po. Po ai tjetri me këtë Kamen? Maja. Ai është i pari. Po pse më kthen kaq mrapa? Pse ka shumë Kamaja? Po pse shumë Kamaja? Kam harruar kur kam qenë aq. Pyetja ime është, ke hequr dorë nga aktrimi në film? Absolutisht jo, është dashuria ime e përjetshme. Ashtu, ëh? Absolutisht. Por ti ke ndërmend të bësh regjinë një filmi? Ke Maja, me thënë drejtën. Regjinë një filmi ke ndërmend ta bësh? Jo, kam frikë. Jo. Pse çfarë të frikson? Nuk e njoh kineman nga ajo pjesë. Jo, nuk e njoh, kam shumë frikë, asnjë eksperiencë. Kam bërë një dokumentar para shumë vitesh, ndoshta para diku te 15 vitesh, i cili titullohet Grua. Edhe ajo ka qenë, kam bërë dhe një film të shkurtër gjatë kohës së shkollës, po kaq.
Kam frikë, më duket si përmarrje shumë e madhe, nuk shumë. Kaq ndryshim ka regji teatri, regji filmi Sigurisht, shumë, absolutisht, janë të krejtë të ndryshme për një publik si unë. Mund të themi që është kështu shumë të ndryshme. Nata me ditën për shembull. Një regjisor i teatrit mendoj që ka një favor shumë të madh që njeh mizanskenën edhe mizanskenat e skenave masive, që ti mund t'i aktrimin absolutisht po, që mund t'i përdorësh në kinema, por unë nuk njoh çfarë ndodh mbas kameras. Nuk e di, ku si ta vë planin, ku është plani, si është plani. Flor, po ti e ke parë veten ndonjëherë në regji? Regji teatri apo filmi? Teatri. Po, e kam parë. Më pëlqen shumë. E ke provuar jo? Pjesërisht, domethënë shumë si bashkëregjisor. Do e provosh full time? Po mbaroj mirë me mbaroj mirë me aktrimin. Që shkove ke Flori, tani televizioni, sepse u bë ca vite që bën televizion. Teatr po ashtu. Po bën dhe palestër. Po. Sidomos palestër. Ka bën një super familje. Kush kënaq më shumë? Teatri më kënaq më shumë. Teatri, ëh? Teatri, të paktën për momentalisht duke krahasuar me njëra tjetrën është skena ku ndihem më mirë. Ndoshta televizioni të ofron më shumë mundësi për të qenë një orë në treg etj me radhë, po teatri është ajo. Edhe çik lek më shpejt. Edhe ndoshta një çik lek më shpejt, kurse teatri është më tjetër. Po mirë, ku mendon ti Flori se je më i aftë? Po tani flasim vetë çmimet e lona. Ky fundi që erdhi i thyer. Ky roli që ke si ta doni, domethënë, ishte një karakter shumë interesant, unë e pa shfaqjen. Faleminderit shumë. Me thënë drejtën. Ti e pe shfaqjen se ishte aty Eriona Kakeli? Jo. Madje se ishte Eriona kisha me 2 mendje. S'ka lidhje kjo. Ku të ka marrë shtëpi? Dhe ta di që Eriona është aktore mirë, nuk është aktore keq, kështu. Aktore shkëlqyer. Është aktore shumë e mirë. Eriona është aktore dhe gocë. E ke zgjidhur vetë karakterin apo të ndihmoj shumë Johnny? Ja, shiko çfarë ndodhi tani. Se këto ishin një çift. Ishte shumë interesant si karakter. Tani këto ishin një çift i dashuruar. Edhe kjo në thelb kjo goca nuk e do këtë djalin, thënë shkurt. Edhe tani Johnny ishte shumë i shqetësuar dhe tha, "Oh man, you are very handsome." Tha, "Mua duhet të gjej një arsye tha se pse nuk të do ty kjo." Edhe mendova, ta ti gjeja ndonjë tik, ndonjë ku di un, që t'ja shpifja asaj. Edhe çdo ditë gjeta ndonjë detaj të cilin mund të filloja domethënë të dukej pak si figurë groteske, por pa e kaluar kështu në le të themi në pa kalu masën, pa e kaluar një idiot. Dhe një herë hollo zërin, një herë trashe, një herë këtu, një herë ashtu derisa arritëm një tërmesme të artë. Ajo ai zëri pa vetëm zërin kështu po. Bashkë me Johnny që rezultoi që edhe i pëlqeu. Po unë kisha dyshimet e mia deri në fund. How to lose a guy in 10 days. Kisha dyshimet e mia sepse Bezbi Traku më ka bullizuar jashtëzakonisht shumë, më tha këto gjërat ai bën vetëm Estrada Ballsi. Ai është bullizues i moderuar, po si ishim kështu bullizon. Kjo historia. Rov, ke ti aktor preferuar sepse paktën ke bërë ca regji këto vitet e fundit shumë të mira, Po aktor preferuar shqiptare pyet Rovin ti. Me ata që po në fakt duket nga kasti që mua më përsëritet her pas here. Edhe një nga meraqet e tjera ishte se mos biem në përsëritje të shfaqjes fundit që kemi bërë në teatr. Po unë gjithmonë kam punuar me Oltën, me Nerin, me Iglin. Nuk e di pse shkoj aty, po ndoshta ka që i ke shok edhe shoqe? Jo, nuk është se Oltën nuk kam 30 vjet që e njoh, se ne jemi rritur bashkë që nga liceu. Mos ndoshta ti thua që e kam suksesin. By the way, Olta ka studio kanto, e dini apo jo? Olta ka studio kanto? Po sigurisht. Olta ka mesme? Lice. Çfarë thua? Domethënë ti flaut ajo kanto. Po, dhe ne jemi që dhe s'ka kënduar kurrë. Dhe s'ka kënduar asnjëherë, më refuzoi me këndu edhe kësaj radhe. Ashtu ë? Po Salsano duhet. Domethënë, pyetja ime është që është kështu afeksion regjizorial që ti thua që e kam sigurt suksesin me këtë apo unë nuk e di, nuk mendoj asnjëherë te suksesi. Ti bën audicione asnjëherë shfaqjet tua? Jo, zakonisht nuk kam bërë audicione, kam bërë vetëm një audicion për rolin që mori Glizarka te Galaksia. Edhe kanë ardhur gjithë djemtë asaj moshe. Dhe ajo ka qenë hera e parë dhe e fundit, nuk kam bërë. Mendoj që unë njoh një pjesë të madhe të aktorëve dhe kam fatin duke qenë se punoj në shkollë, të njoh nga mosha 20 deri në 80. Kështu që i zgjedh vet. Audicioni më duket pak. Po pra, po zgjedh prapë po të njëjtë. Edhe pse ke këtë mundësinë. Tani ata janë aktorët e teatrit kombëtar. Kështu që i gjithë kasti. Jo nga që the që i njoh profesor Fredit që unë jam shumë e lumtur që kam punuar kësaj radhe, për mua s'kisha punuar kur, kemi punuar në një film bashk,
Po nuk e kisha pas kurrë si aktor në shfaqjet e mia edhe falenderoj pafund për gjithë ndihmën edhe ka qenë jashtëzakonshme. Dhe që kasti është fantastik. Për të përmendur Olta Dakun, Anila Bishën, Nerita Liçaj, është Flori, është Igli, është Niada. Niada, si shoqen ti me gjimnazit. Flor, po ti ke preferencë regjizorësh? Jo. S'ke, ha? Jo, unë dorëzohem. Domethënë, nëse kam diçka bindur, ë? Jam 100%, unë jam instrument që mjafton të lëvizësh gishtat dhe mund të më luash brenda piketave, por jam, le të themi, përpiqem të jem shumë krijues duke ju dorëzuar regjizorit. Dhe në fund fare pastaj shkëlqimi dhe rënja shkon njësh me aktorin bashkë me regjizorin. Mendoj që kështu do të jetë. Absolutisht ashtu duhet të jetë. Ti je nga ata që dorëzohesh regjizorit, ha? Që Po. Po mirë, i thua jo një regjizori të dobët edhe pse ke një pagesë shumë të mirë. Po ku i kemi këto oferta me Lona që të themi jo po kohë. tash regjizorit dobët, po thot do marrësh tek. E bën? Jo, nuk më ka rastësuar të them jo zakonisht sepse nuk kam, domethënë kam qenë kryesisht i lirë për të punuar, po ka ndodhur shumë pak raste kur kam qenë i zënë me një projekt dhe kam thënë shumë pak herë jo, në kuptimin që për shkak të kohës, jo për shkak të regjizorit. Sepse kjo është punë, fundit ti do punosh me këtë punë. Rof, çfarë mendon në Shqipëri, janë aktorët më të mirë apo regjizorët më të mirë? Që do bëj do bësh jo krahasim midis njëri tjetrit, po domethënë regjizorët janë më të mirë në Shqipëri se aktorët. Se Mendoj që kemi aktorë shumë të mirë. Shkollën e aktrimit e kemi pas gjithmonë shumë të mirë, mendoj unë. Po ja futa kot tani, do të thonë gjithë ata kolegë, po ti çpatë. Po ti. Çi janë këto të vërteta që thua gënjej pak, po si thuaj gjithë. Po desha ti fus publicitetun. Po desha ti. Po mirë, po në Kosovë si mendon, sepse këto kemi filluar bëjnë ca krahasime, këngëtarët më të mirë, po. Pa. Se për shembull un kam një përshtypje që un dikur nuk e njihja mirë Kosovën si teatr. Me thënë drejt, kisha pas shfaqje, po tash që më zbutur çdo gjë edhe në veshin në dialekt në atë që kanë kosovarët në dialektin e të folur, por mendoj që janë këto shumë të mirë dhe ata. Janë shumë të mirë, po jo më të mirë se tanët. Jo më të mirë se tanët. Publicitet, aktorët e Shqipërisë janë më të mirë se të Kosovës, se tha regjisorja Rovena Lule. Reels.